Këngëtari njohur Butrin Timeri flet hapur për jetën, kam humbur kohë me personin e gabuar. Butrin Timeri ka folur hapur për jetën e tij personale, ndërsa ka ndarë me ndjekësi disa dedikime mbi dashurinë, famën dhe karrierën muzikore. Gjatë një interviste të fundit, këngëtari u ndal tek përvojat e tij në marrëdhëniet sentimentale, duke pranuar se në të kaluarën ka humbur kohë me personin e gabuar. Sipas tij, përvojat e jetës kanë bërë të ndryshoj mënyrën se si qaset dashurisë. Këngëtari pranoi gjithashtu se fama e bën më të vështirë të gjejë një dashuri të sinqertë, pasi është e vështirë të kuptosh qëllimet e vërteta të njerëzve. Megjithatë, ai u shpreh optimist se personi i duhur vjen në momentin e duhur. Përveç jetës personale, Butrin Timeri foli edhe për projektet e tij. Më të fundit muzikore përfshir sfidën e lidhur me albumin e ri, për fituesit e të cilës është parashikuar një çmim prej 100.000 eurosh. Në fund, artisti u shpreh se muzika mbetet pasioni i tij më i madh dhe se nuk do të hiqte kur dorë prej saj, pavarësisht sfidave apo ndryshimeve që mund të sjellë jeta.